Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha priti sot një takim misionin faktmbledhës të Partisë Popullore Evropiane. Lideri i opozitës zbardhi detaje nga takimi duke theksuar se pjesëmarrës ishin përfaqësues të 28 partive, ndërsa tema kryesore e diskutimeve ishin zgjedhjet dhe narkoshteti. Vinë në një kohë shumë kritike, kur Edi Rama faktikisht ose de facto ka asgjësuar sistemin e drejtësisë në kuptimin e akuzës për zyrtarët e lartë. Dr. Berisha sqaron edhe situatën në protestën e 20 shkurtit, ku u hodh gaz lotësielës ndaj xhamisë namazjas. Kemi mbajtur qëndrimin më korrekt ndaj xhamisë. Asnjë protest, asnjë protestues nuk ka kaluar në segmentin nga ura e tabakut tek dera e parlamentit. Kemi përjashtuar tërësisht nga veprimtaria protestuese. Por këta bandit kanë hedhur sasit pa fund me gazi për të revoltuar besimtarët që falnin namazin. Gjithashtu, kryetari i Partisë Demokratike shprehu shqetësimin për të sëmurët e izoluar pa mjekim në juglindje. Të gjitha rrugët të ndërtuara prej tyre të çara, të shkatruara, është dëshmi e dështimit të plot total për shkak të vjedhjes të gjitha investimeve. Por me që jam tek rrugët, unë kam shqetësimin më të madh për dhjetra dhe qindra të smurë të zonës juglindore, në radhë parë, të cilët kanë procedurat e mjekimit në Tiranë, në spitalet Tiranës, në dializë, në spitalin onkologjik, se procedurat janë të centralizuara, dhe që sot meten pa mjekim, mbasi Edi Rama për vete udhton me 2 helikopter në vend se të dërgojë helikoptert dhe të marrë çdo të smur, ta sjellë këtu